Ekipe teknike të Trojkës mbërrin sot në Athinë për të vazhduar negociatat me qeverinë greke, negociata që janë ngërthyer nga gërçi që prej shumë javësh. Shkak i ngërçit janë qëndrimet e kundërta të dy palëve në çështje që Athina i konsideron si të panegociueshme. Trojka kërkon që kreditorët, të cilët nuk shlyejnë dot kredit për strehim, të mos mbrojnë më nga shteti, por të merren banesat. Deputetët dy partive të koalicionit qeveritar kanë kërcënuar se nuk kanë për ta votuar amendamentin përkatës, ndërkohë që paralajmërojnë se ashpërsimi i qëndrimit ndaj kreditorëve për strehim do të mund të shkaktojë destabilizim të situatës politike. Trojka po bën presion edhe për shfuqizimin e të drejtës së ministrit të punës që të vendosë veto ndaj pushimeve nga puna përtej një limiti të përcaktuar, ndërkohë që përfaqësuesit e huadhënësve ndërkombëtar janë skeptik edhe për eficiencën financiare të taksës së re mbi pasurinë e patundshme. Gjithë këto çështje do të shqyrtojnë në një takim që kryeministri grek Andoni Samaras do të zhvillojë me partnerin e tij qeveritar, Evangelos Venizelos. Vetë drejtuesit e misionit nuk pritet të kthehen në Athinë për finalizimin e vlerësimit të 5 të programit grek para takimit të Eurogrupit të datës 9 dhjetor. Të paktën kështu shpreh ministri grek i financave Yanis Turnaras, që deklaroi se do të bëhen të gjitha përpjekjet për t'u arritur marrëveshja. Për sa i përket disbursimit të kësit me vlerë 1 miliard euro të kredis, që duhej lëvruar që në muajin korrik, ministri grek i financave nuk u duk të ishte i shqetësuar.